kapitulli i itikafit. Kapitulli i itikafit do të thonë qëndrimi në xhami për adhurim. Qëndrimi në xhami për adhurim. Thotë Sheikh Zejdi rahimahullah, sa i përket çështjes temës së itikafit, ka disa mesail, ka disa mesele, ka disa çështje. Çështja e parë sa i përket gjykimit. Cili është gjykimi do të thonë sheriatik për itikafin? Gjykimi është se është sunna. Është gjë do të thonë e pëlqyer. Për vetëm se thotë Sheikh Zejdi rahimahullah, nëse njeriu bën nadhër, zotohet do të thonë se do bëjnë itikaf 3 ditë, 5 ditë, 10 ditë në xhami. Mesela e dytë, çështja e dytë është çështja e kohës. A është domethënë me një kohë të kufizuar ose jo? Thotë Sheikh Zejdi rahimahullah, nuk ka një kohë të kufizuar, më thënë 2 ditë, 3 ditë, 4 ditë, 1 ditë, por edhe nëse është walau sa'atun, edhe nëse është një kohë, domethënë gjatë ditës, min lejlin au naharin, gjatë ditës ose natës. Qoftë do më thonë, po me bo binijetin. Po shpajtë do më thonë me njetë ta bësh. Që njeriu do më thonë sinon të qëndrojnë xhami për me adhuru Allahun subhanahu wa ta'ala, për një periudhë të caktuar. Gjatë ditës, ose edhe natës, ose edhe disa ditë, ose edhe do më thonë në disa ditë. Dhe pa dyshim do më thonë, thotë Sheikh Zejdi rahimullah, se këtu bashkohen do më thonë në shumë vlera madhështore, ku njeriu do më thonë qëndron në xhami, e fal namazin, fal namazet vullnetare, lexon Kur'an, bën dhikr, është larg sprovave dhe fitneve. Edhe kjo subhanallahu është edhe nga aspekti do më thonë edhe me thonë tash psiqik ose emocional, që njeriu ka nevojë ndonjëherë pak të rinë vetë, qetësohet, të largohet, do më thonë, prej ngarkesave që i ka. Se ato janë vendet më të dashura tek Allahu subhanahu wa ta'ala, do të këtë ta kuptojnë. Që njeriu do të thonë, aty është larg sprovave, larg sendeve që mundesh me pa diçka e ndaluar. Edhe shikoni si e pam te Said ibn Jubair rahimahullah, që mas ikindis ka qëndruar deri në akşam në xhami, domethënë. Edhe Sheikh Fuzani hafidhahullah përmend se selefët ridwanullahi alehim e ruajshin agjerimin e tyre duke qëndruar në xhami. Me rujt agjerimin prej shikimit, prej fjalëve të dytura, prej rëshqitjeve, ku duke qenë në xhami, se kur je në xhami do të thonë çka do bësh në xhami? A do bësh pazar me tjetrin në tregti? Jo, nuk është vendi i pazarit. Po çka do bësh? Do adhurosh Allahun subhanahu wa ta'ala. Të qetësohet domethënë në zemra. Të qetësohet domethënë shpirti. Se zakonisht njerëzit kërkojnë qetësim e kështu te çështjet e dunjas. I harrojnë këto sende, që janë do të thonë sende shumë të rëndësishme barakallahu fikum, po ndoshta nga ngarkesat e këtyre radhë ndoshta na ikin. Pastaj sa i përket meseleja e tretë, thotë Sheikh Zejdi rahimullah, kur është ose cilat ditë janë ditë më të mirë për me bë itikaf? Ditët më të mirë janë ditët e Ramazanit, thotë Sheikh Zejdi rahimullah. Përgjithësi domethënë Ramazani, nga fillim deri në fund. Po edhe brenda Ramazanit, ditët më të mirë janë domethënë në 10 ditë të fundit të Ramazanit. 10 ditë të fundit. Edhe kështu ka vepruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ka vepruar domethënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka bë i'tikaf në 10 ditët të fundit të Ramazanit, edhe do vim edhe tash do shohim edhe në mes të Ramazanit, 10 ditë e mesën të Ramazanit ka bë po ashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i'tikaf. E mas vdekjes së tij kanë vazhdu bëjnë i'tikaf, domethënë edhe gratë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe këtu e përmend Ibn Abdul Hadi rahimullah hadithin e parë, i cili transmeton nëna e besimtarëve Aisha radhiyallahu anha ku thotë أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله ثم اعتكف أزواجه من بعده متفق عليه. Tregon nëna besimtarëve Aisha radhiyallahu anha se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam bënte itikaf në 10 ditët e fundit të Ramazanit, derisa I erdhi vdekja. Pastaj
pas ti bënin itikaf edhe gratë e tij radiallahu anha. Pastaj, prej çështjeve që i përmend këtu Sheikh Zejdi rahimahullah, është se gjatë i'tikafit nuk bën domethënë që njeriu me dal pa nevojë jashtë xhamisë. Pa nevojë domethënë për vetëm se për nevoja që ka për ngrënjen, për bukë, ose për ndonjë pastrim, ose për domethënë kryerjes së nevojave domethënë personale, po nuk bën domethënë me shkun xhenaza. Për rregullave të i'tikafit është që personi i cili e bën ka hyrë në i'tikaf mos me shkun xhenaza. Do thonë mja fal dikujt prej muslimanëve xhenazën e tij. Mos me shkun varrim. Dhe mos me vizitu ndonjë smur. Sepse ajo është dalje pastaj, njeriu largohet nga xhamia. Dhe po ashtu i ndalohet njeriu gjatë i'tikafit edhe çështje domethënë intime me bashkëshortën e tij. Edhe kjo është përmend në Kur'an. Ka thënë Allahu subhanahu wa taala: "Wa la tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid." Domethënë mos me bërë marrëdhënie intime me gratë tuaja duke qenë ju domethënë në i'tikaf në xhami. Po ashtu mesela e katërt thotë Sheikh Zejdi rahimullah, kushdo me qëndru në gjatë me bo i'tikaf, domethënë më shumë se disa ditë, atëherë është e pëlqyer që ai me bo i'tikafin në një xhami ku falet po ashtu edhe xhumaja. Se përndryshe nëse është një xhami ku nuk falet xhumaja, mundet domethënë me ik. Edhe kjo është e pëlqyer. Nuk është domethënë patjetër se ka këtu te ne domethënë zakonisht në çdo xhami falet edhe xhumaja. Po në Saudi për shembull, në Laxh aty ka 4-5 xhamia. Po gjatë ditëve domethënë të tjerë falet në çdo xhami ka xhamat. Ama ditën e xumas është një xhami e madhe domethënë ku e falin xuman. Ato 3 xhami tjera nuk falet xumaja. Prandaj domethënë njeriu me pas kudo me bojë itikaf, edhe është situata e tillë domethënë që ka disa xhamia po në një xhami falet dita e xumas, atëherë domethënë me e pas këtë çështje në konsiderat. Pastaj hadithi i radhës, po ashtu është nga nëna besimtarve Aisha radiallahu anha qalet: "Kana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idha arada an ya'takifa salla al-fajr, thumma dakhala mu'takafahu al-hadith." Po ashtu tregon nëna besimtarve radiallahu anha se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur donte me bo i'tikaf, e falte fajrin, pastaj hynte në vendin e tij të i'tikafit. Do thonë, kur donte pejgamberi alayhi salatu wasallam me bëj i'tikaf, atëherë domethënë e falte namazin e sabahut, e pas namazit të sabahut domethënë hynte në vendin e tij të i'tikafit. Dhe kjo është thotë Sheikh Zejdi rahimahullah, është mirë dhe e pëlqyer thotë Sheikhu rahimahullah, që njeriu domethënë me hyj në i'tikaf pas faljes së namazit të fajrit, edhe me qëndru domethënë nëse ka mundësi deri në perëndimin të diellit. Edhe me shpresu domethënë është shpërblim për atë ditë. E nëse do dikush thotë Sheikh Zejdi rahimullah me hyj gjatë natës me bo i'tikaf, atëherë hyn domethënë pas perëndimit të diellit, domethënë pasi që ka fal namazin e akşamit dhe qëndron në xhami domethënë deri të faljes së namazit të sabahut. Pastaj hadithi i radhës, po ashtu transmeton nëna besimtarve Aisha radiallahu anha qalet: "وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل علي رأسه وهو في المسجد فأرجله وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا." رواه البخاري. Po ashtu tregon Aisha radiallahu anha se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam
e fuste kokën e tij sallallahu alaihi wasallam në shtëpi, ndërsa ai ishte në xhami. Dhe une, Aisha radiallahu anha, ja krehja flokët. Dhe ai nuk hynte në shtëpi përveç se për nevojë kur ishte në i'tikaf. Do thonë nuk hynte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në shtëpinë e tij kur ishte në i'tikaf për vetëm se për rast nevojës. Edhe megjithatë se ka pas shtëpinë do thonë afër në gjithë me xhamin e tij sallallahu alaihi wasallam, por nuk hynte përveç se domethënë për nevojë kur ishte në i'tikaf. Edhe kjo tregon domethënë afërsinë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që ka pas me Aishën radhiyallahu anha dhe me gratë e tij në përgjithësi, që ajo domethënë ja krehte flokët radhiyallahu anha. Edhe kjo tregon po ashtu harmoninë që kanë pas në bashkëjetesën të tyre. Sepse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam edhe në këtë aspekt është shembull për besimtarët dhe muslimanët në mënyrën e jetesës me bashkëshortën e tij. Barakallahu fikum. Se edhe në këtë çështje domethënë se kjo marrëdhënie të raportet mes gruas dhe bashkëshortit janë çështje domethënë të rëndësishme. Edhe nëse do njeriu me jetu jetë të këndshme dhe të rehatshme, atëherë duhet me marrë për shembulltyr pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Dhe kjo është një pjesë domethënë që tregon për harmoninë dhe afrimitetin dhe jetën e këndshme që kanë pas gratë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Pastaj prap hadithi ose etheri i radhës e transmeton nëna e besimtarve, ku thot enneha qalet as-sunnatu ala al-mu'takifi alla ya'uda maridan wala yashhada janaza wala yamassa imra'a wala yubashiraha wala yakhruja li hajatin illa lima la budda lahu minhu ولا اعتكاف إلا بصوم ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع رواه Abu Dawud. Në këtë ether që është transmetuar nga nëna besimtarve Aisha radhiyallahu anha se ka thënë sunneti për atë që është në i'tikaf është që të mos vizitoj të smurin, të mos marr pjesë në xhenaza, të mos prek gruan, të mos kryer marrëdhënie me ta dhe të mos dal për ndonjë nevojë përveç asaj që është domosdoshme për ta. Dhe nuk ka i'tikaf pa agjerim. Dhe nuk ka i'tikaf pa agjerim. Dhe nuk ka i'tikaf përveç në xhami ku falet xhumaja. Dhe nuk ka i'tikaf përveç në xhami ku falet xhumaja. Thot Shekh Zejdi rahimahullah se prej këtij hadithit ose etherit të Aishës radhiyallahu anha, do të thonë kuptohet se ai i cili bën i'tikaf, do të thonë e ka të ndaluar, do të thonë me vizitu të smurin ose me marr pjesë në xhenaze, dhe po ashtu edhe çështjet e do të thonë marrëdhëniet intime me bashkëshortën. Për këto sende ka do të thonë edhe argumente tjera që i vërtetojnë dhe i pohojnë këto çështje. E sa i përket çështja që nuk ka i'tikaf për vetëm se me agjerim dhe se nuk ka i'tikaf për vetëm se në xhami ku falet xhumaja, këto sende domethënë thotë Sheikh Zejdi rahimullah ka tekste të tjera sheriatike që janë në kundërshtim me këtë fjalë. Që janë në kundërshtim domethënë me këtë fjalë që është transmetuar nga Aisha radhiyallahu anha, sepse i'tikafi u përmend se ato ditët më të mira për i'tikaf janë ditët e Ramazanit, dhe më të mirat janë ato 10 ditët e fundit. Por njeriu mundet me bë i'tikaf edhe jashtë Ramazanit. Atëherë nuk është kusht patjetër që ai në i'tikaf me qenë edhe i agjerueshëm. Po, thot Sheikh Zejdi rahimullah, është e mirë dhe kjo është dritë mbi dritë. Nëse njeriu hyn në i'tikaf dhe është edhe duke agjeruar ato ditë. Atëherë s'ka nevojë mi lodh njerëzit do të thonë me sjell ushqim gjatë ditës. Po,
Do më thonë, është duke agjeru, por kjo do më thonë është, nuk është kusht. Kjo është dritë mbi dritë dhe është e mirë, po nuk është patjetër dhe nuk është kusht për i'tikafin me qenë njeriu do më thonë i agjerushëm. Dhe po ashtu thotë Sheikh Zejdi rahimullah, nuk është kusht, nuk është patjetër që të bëhet i'tikafi në një xhami ku falet xumaja. Po, nëse ai synon me qëndru gjatë me bo i'tikaf në xhami për një periudhë të gjatë, atëherë është mirë, është e pëlqime domethënë që me bo i'tikafin në një xhami ku falet xumaja, por nuk është domethënë nuk është patjetër dhe i'tikafi është i sakt domethënë në çdo xhami prej xhamive që njeriu domethënë me bërë. Pastaj hadithi i radhës është nga Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qal laysa 'ala al-mu'takifi siyamun illa an yaj'alahu 'ala nafsihi. Domethënë nuk është obligim për atë që bën i'tikaf të agjeroj përveç nëse ai i obligon vetes. Pra shikoni kjo renditje domethënë. Kjo nuk është domethënë renditje e rastësishme domethënë. Këtu imamlar, këtu dietar të mëdhenj domethënë kur i përpyllojnë këto libra domethënë i përpyllojnë me një metodë domethënë të tillë në mënyrë domethënë edhe që njeriu me kuptu dhe me pasë këtu në këtë etherin e Aishës radhiyallahu anha thuhet se nuk ka i'tikaf pa agjerim. Nuk ka i'tikaf domethënë pa agjerim. Kurse ky hadithi këtu se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam qal laysa 'ala al-mu'takifi siyamun. Do thotë nuk është obligim për ai i cili bën i'tikaf me agjeru. Për vetëm se domethënë agjerim që ai e ka bërë vetes domethënë për detyrë. Është zotu domethënë se bashkë me i'tikafin edhe me agjeru. Megjithatë thotë Sheikh Zejdi rahimullah se ky etheri i Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma ndalet domethënë transmetimi ose sinxhiri deri tek Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Por një fjalë e tillë, një thënie e tillë që nuk është obligim për atë që bën i'tikaf të agjeroj përveç se nëse ai ja obligon vetes, një fjalë e tillë domethënë nuk del ose nuk ka hapësirë, nuk ka vend për ijtihad. Por patjetër domethënë Abdullah ibn Abbasi radhiyallahu anhuma e ka dëgjuar një gjë e tillë domethënë nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Edhe thot shehu praf Sheikh Zejdi rahimullah se nuk është patjetër, nuk është kusht që me qenë i'tikafi i sakt, me qenë edhe i agjerueshëm, po është më mirë nëse i bashkon ai këto dy ibadete madhështore, edhe i'tikafin edhe agjerimin, po nëse nuk agjeron dhe thjesht bën i'tikafi i tij është i sakt dhe shpreson njeriu domethënë në shpërblim për të.